Me hapjen zyrtarisht të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, rikthehet skema e shpërndarjes së tenderave publik te klientët e qeverisë dhe njerëzit pranë kryeministrit Edi Rama. Vetëm në ditët e fundit, sipërmarrësja e kancelarive Vil Manushi ka arritur të fitojë disa tendera qeveritar me fond në vlerë totale rreth 700.000 euro. Sipas një vëzhgimi të kryer nga Syri Televizion, rezulton se në këto procedura, kompania Vil Manushit, një nga persona shumë pranë Edi Ramës, ka fituar tenderat, megjithse nuk ka pasur ofertën më të ulët. Klienti më fort i kompanisë së saj, Marketing and Distribution, rezulton së fundmi operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike. Institucioni në varësi të Belinda Ballukut dhe në administrimin e Enea Karakaçit ka shpallur kompani në pronësi të Vil Manushit fitues në një tender me fond limit rreth 700 milion lekë të reja ose mbi 700.000 euro. Dokumentat tregojnë se Marketing and Distribution kishte paraqitur një ofertë ekonomike gati 2 herë më të larta se pjesëmarrësit e tjerë në garë. Megjithatë, ajo u shpall fituese e tenderit me objekt blerje kancelari për OSHOE dhe shoqëritë BIA, po gjatë ditëve të fundit, Vil Manushi ka marrë edhe 2 tendera të tjerë, një pranë drejtorisë së përgjithshme së objekteve të Bashkisë së Tiranës me fond limit 30 milion lekë të vjetra, si dhe në një procedurë të zhvilluar nga ujësiellësi Kamzës me fond 12 milion lekë të vjetra. Shoqëria Marketing and Distribution me objekt kryesor shitje prodhimesh duhani, pija alkolike dhe kancelari, fitoi në vitin 2015 kontratën koncesionare me qeverinë e Edi Ramës për kryerjen e kontrollit bazë shëndetësor check-up me vlerë rreth 140 milion dollar. Kjo kontratë koncesionare është denoncuar që në fillimet e saj nga opozita, e cila e ka konsideruar shpesh si një marrëveshje tërësisht abuzive mes kryeministrit Edi Rama dhe mikeshës së tij Vil Manushi. Koncesioni check-upit është kallëzuar penalisht në vitin 2020 pranë prokurorisë së posaçme SPAK, por kjo e fundit ende nuk ka asnjë rezultat, megjithse kanë kaluar plot 5 vite nga nisja e hetimit. Vitin e kaluar, mazhoranca socialiste në Kuvend përdori të gjithë mekanizmat për të bllokuar dëshminë e Vil Manushit para Komisionit Hetimor Parlamentar për koncesionet në sistemin shëndetësor.